Përballë rritjes së temperaturave dhe rrezikut të zjarreve, kryeministri Edi Rama thotë se i ka propozuar Këshillit të Ministrave që të gjithë forcat në varësi të Ministrisë së Mbrojtjes që janë angazhuar për shuarin e zjarreve të shpërblen menjëherë me një pagë shtesë. Dhe në ndërkohë ju bëj thirrje bashkive që të bëjnë gjithë gjë për trupat e tyre në territor dhe ta bëjnë këtë menjëherë, pa pritur që të mbarojë gjithë beteja, sepse ajo pastaj është një pjesë tjetër. Këtë vit Shqipëria hyn në sezonin e zjarreve me kapacitete më të mëdha që ka patur ndonjëherë. Sipas Ramës, vendi ka në gatishmëri 4 helikopterë që në rast nevoje mund të bëhen 6, ndërsa në fund të vitit flotës ajrore do t'i shtohen edhe 3 avion zjarrfikës, që do t'jenë pronë e shtetit shqiptar. Për të monitoruar territorin, në përdorim do të futen edhe dron me një sistem të ri. E reja e këtij viti është që kemi sot në dispozicion kapacitetet teknologjike më të mëdha që kemi pasur ndonjëherë, me 4 helikopterë të gatshëm, të cilët në çdo moment nevoje mund të bëhen 6, sepse helikopterët operacional janë 9, por kanë edhe misionet të tjera, si misionet e shpëtimit, si misionet për shëndetin, ndërkohë që kemi mbyllur procedurën për 3 avion, të cilët do të vinë në fund vitit, por në ndërkohë dhe do të jenë provën e shtetit shqiptar, por në ndërkohë kemi një proces të dakorsuar që në momentin e një nevoje të veçantë kemi në dispozicion edhe avion që vinë nga pikërisht ajo bazë ku po përgatiten dhe do të bëhen gati avionet e rinj që do të merren në fund të këtij viti. Qeveria paralelisht ka hartuar plane operacionale për 61 bashkit, ku janë kryer mjera inspektime, forcuar sistem monitorimi e koordinimi me Policinë e Shtetit për të shmangur zjarrvënjet e qëllimshme. Sipas ministrit të Brendshëm Besfort Lamallari, ndryshimet në kodin penal kanë ashpërsuar ndëshkimet, duke parashikuar deri në 15 vite burg për zjarrvënësit. Kush i vë zjarrin pyjeve, kullotave apo rrezikon jetën e qytetarëve, nuk sulmon vetëm natyrën, sulmon sigurinë kombëtare dhe do të përballet me forcën e ligjit. Mbrojtja e Shqipërisë nga zjarret fillon me përgjegjësinë e gjithë secilit për nesh. Në mbyllje të aktivitetit, kryeministri Rama u ndal edhe tek situata dramatike në Francë dhe Spanjë, ku qindra dhe mijëra banor janë detyruar të largohen nga shtëpitë për shkak të flakëve. Ai tha se ngjarje të tilla janë paralajmërim edhe për Shqipërinë, që duhet të jetë e përgatitur për çdo skenar. Shefi i qeverisë u shpreh i gatshëm të ndihmojë këto 2 shtete në rast se do t'i kërkohet ndihmë Shqipërisë.